e sillin me laçet besimtarin në ditën e gjykimit, edhe Allahu ju thot, futeni, vetëm një futje të shkurtër në xhenet, vetëm pak, vetëm e fusin edhe e nxjerrin prej xhenetit. Edhe pastaj Allahu e pyet se a ke pas ndonjëherë ndonjë sprovë, a ke pas ndonjëherë ndonjë vështirësi, a ke pas ndonjëherë ndonjë mundim në jetën e dunjas. Kanë e pyet njeriu që ka pas më shumë të sprova dhe fatkeqësi në jetën e dunjas. Ai çka thot? La wallahi, jo pasha Allahin, thot, kur thot nuk kom pas sprova, fatkeqësi, mundime apo vështirësi. Krejti ka harrue me një të fut në xhenet edhe të nxirrën me një herë. Cili do që tjetë prej besimtarve që është përballë me sprovat fatkeqësit më të mëdha të mundshme, e ne nuk besoj që në mesin tonë kemi të atill, po ndoshta ka pas më herët, ndoshta do të ketë edhe më vonë, por të gjitha këto të nderuar vëllezër besimtar për një moment caktuar harrohen edhe çka as që të bjen në mend se të ka ndodhur ty në jetën e kësaj bote. Dhe ti që ke sprovat më të mëdha, fatkeqësit më të mëdha, qofshin ato në familje, qofshin ato në trupin tënë, në shëndetin tënë, qofshin ato vështirësi apo sprova materiale apo të tjera, cilat do të qofshin, mos u largo asnjëherë prej këtij momenti që kur do dilsh para Zotit, për një moment caktuar kemi harru krejt. Sa ka prej nesh deri tek dalja tek Zoti, në pamjen, shikimin e Zotit ka sa qelë edhe mshel syt. Shumë shpejt ka me ardha i moment. Shumë shpejt që shtu kemi me utakue para Zotit në mahsher, në ditën e gjykimit, edhe pastaj se cili ka me marrë me sene tjera, ata që janë për xhenet kanë me harru vujtjet e mundimet e vështirësitë e fatkeqësit, e kanë me u knaq, e ata që janë për xhenem kanë me harru jetën luksoze, jetën e lumtur, jetën me lukse të lloj-llojshme të kësaj bote. Kështu që aja vlen të nderuar vëllezër, aja vlen njeriu me u dhanë mas lukseve të dunjas, edhe me harrue ahiretin amshueshmërinë e tij. Me u dhanë mas qefeve të njerëzve e me i harrue me janë shkalu apo me i njëru qefet e Zotit tonë. Wallahi nuk ja vlen. Edhe sikur të ishte jeta jonë me mira vite në këtë botë, nuk ja vlen se prapë është jetë kalimtare. Andaj jemi të përbam prej ditëve të caktuara, prej jave të caktuara, prej mujve të caktuar, prej viteve të caktuara, numërej sa du, 70, 80, 90, 100, 150, 200 u bon, a ka ma shumë? Nuk ka. Me qenë se jenë të numëruara vitet tona, besam një që shkoj shumë shpejt. Edhe pyetni këta që i kanë ka 70, 90, thuj se veç kanë fillu me i harru ato vujtjet, kur o vllazën, kur kanë punue 2-13 orë, veç i kanë thonë atina zotnis, a ka mundësi veç buk me dhonë, te mushi barkun buk. Unë s'po flas para 500 vjetë e 1000 vjetë, po flas në vitin 1945, 50, 51, 52, 60, gati edhe në vitet e 70. E di që këty në çunave të ri ju do këtë si në film, me shku me punu 2-13 orë, për shka? Me ma dhonë një shujt buk, me ma dhonë një gjela, një pita, ku e dionë. Bile ka raste, mas luftës së dytë botnore, kanë punu ka 2-13 orë, e ma shumë, e i zot një ka unë qëre, petën poshtë më se hane ato që është për i miellit. E aty na që kanë qitë kep, apo purinj, apo që kanë qitë lakna, që aty haj. A mo petën jo, pse se do të nesër prap me qitë aty në mjeshtër apo argatve të tje. Po sot kur i pytsh, harrojnë këtë, thëtë vëllah, ku më harru ato, pse thëtë sot i ka tëna. E paramendo kur të futet në xhenet. Normal që i harron këtë. Andaj qka mesazhi tërë kësaj është, se të gjithë jemi në një mënyrë apo tjetër në sprova, në fatkeqësi, kemi vështërsi, kemi mërzi, përveç ata që rrajnë, ata që mundohen me mashtu vetë vetën, ata thonë ja, unë ashtu të keqe, ashtu sen, do më thonë nuk u mungon. Nuk ka ashtu.